Kush ka bler ilaçe ditët e para të këtij viti nuk I ka gjetur ato me çmim të ulur, edhe pse ishte premtuar se do të niste në janar heqja e TVSH-s 10% për medikamentet, ajo u parashikua në paketën fiskale të nis nga data 1 prill. Drejtuesit e Ministrisë së Shëndetësisë argumentojnë këtë shtyrje me hyrje në fuqi të listës së barnave të rimbursueshme 3 muaj më pas, por vetë farmacistët pohojnë se I kanë bërë tashmë furnizimet me çmim që përfshin TVSH-n edhe nuk mund t'i shesin më lirë ilaçet në prill. Medikamentet që ne kemi aktualisht, pjesa më e madhe janë për tej prillit, domethënë ne gati s'kemi fare të 2014-s, domethënë vazhdojnë edhe më tej, dhe se si do vej puna jonë ne nuk e dim akoma, sepse dakor që do hiqet TVSH-ja dhe shumë gjë e mirë, por malli që ne kemi këtu I bie që të na shkojë dalim me humbje. Ish presidenti urdhrit të farmacistëve Arjan Jauplari propozon që heqja e TVSH-s të nisë që këtë muaj për ilaçet jashtë listës dhe në prill për ato me rimbursim. Në vitin 2005, kur ne kemi vendosur pullën e barnave, ky proces ka qenë një proces që ka filluar dhe ka zgjatur rreth 6 muaj, sepse kishte stoku I barnave që ndodhej në depo të farmaceutike, stoku I barnave që ndodhej në farmaci, dhe derisa u realizua gjithë ky proces, sigurisht që kërkoi një farë kohe. Heqja e TVSH-s për ilaçet pritet të ulë me 10% çmimin e tyre.